Partia Demokratike duhet kërkojë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve hapjen e kutive, rinumërimin e votave për të gjithë kandidatët e saj që kanë pretendime për parregullsi. Sekretari për çështjet zgjedhore MPD-i Vikaso sqaron se kodi zgjedhor nuk u njeh kandidatëve të drejtën për t'u ankuar në KQZ e për të rinumëruar votat. Ndaj këtë hap do ta hedhë në emër të tyre Partia Demokratike. Sipas Vikasos, PD-së-pari do të kërkojë në KQZ pavlefshmërinë e zgjedhjeve dhe përsëritjen e tyre në 12 qarqet e vendit. E më pas do të kërkojë edhe hapjen e kutive, rinumërimin e votave për secilin kandidat që kërkon transparencë. Janë udhëzuar gjithë kandidatët, sikundër është udhëzuar dhe ekipi ligjor që përfaqëson Partinë Demokratike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, që çdo kërkesë nga secili kandidat që përfshin kërkesë për marrje filmimesh, për mbështetje ligjore të çfarëdo lloji, kërkesë për rinumërim, rivlerësim votash të subjektit ose të vetat të kandidatit në qendra të caktuara, në zona administrimi zgjedhor të caktuara, por edhe në qarqet të caktuara nëse është nevoja, do të merret në konsiderat. Vikaso deklaron se opozita do të kërkojë jo vetëm rinumërimin e votave për kandidatët e Partisë Demokratike, por edhe për kandidatët e Partisë Socialiste dhe partive të tjera. Gjithë kërkesat e kandidatëve tanë do të mbështesen plotësisht. Më pas, transparenca mbi kërkesat e kandidatëve tanë do të pasjell transparencën mbi çdo vot të numëruar për secilin kandidat që ka qenë në garë në atë njësi ose në atë zonë ose në atë qendër votimi në cilin kërkohet hapja e kutive. Sepse vetëm hapja e kutive çliron gjykimin e popullit me votë. Pas vetejës Partisë Socialiste në vitin 2009 për hapjen e kutive, rinumërimi i votave ligjërisht është i garantuar të paktën për 2 parti të mëdha. Nëse KQZ e rrezon kërkesën e PD-s për hapjen e kutive, atëherë opozita mund të përdorë nenin e kodit zgjedhor, që u jep të drejtë 2 anëtarëve të Komisionit të Ankesave të hapin kutitë e votimit. Dhe PD i ka 2 anëtarë në kas, duke pasur të garantuar të drejtën për të rinumëruar çdo kuti që dëshiron në çdo qark të vendit.